Po besimtar ndalu e mendo, rrugën e gabuar ti mos e kërko. Kamata shkelem është e rësir, largohu prej saj për një jetë më të mirë. Allahu e ndaloj, Kurani na tregon, kush hakamat veten e shkatëron. Tregtin e lejoj, Allahu fuqi plot, por kamatën e ndaloj në këtë tjetrën botë. Duket si kur shtohet pasuria në dorë, por pa bereqet shkrihet si ajbor. Është luftë me Zotin, këtë mos e haro, ktheu të mbara, shpirtin e shpëto. O besimtar, ndalu e mendo, rrugën e gabuar ti mos e kërko. Kamata shkel është e rësir, largohu prej saj për një jetë më të mirë. Allahu e ndaloj, Kurani na tregon, kush hakamat veten e shkatëron. I varfër i rënkon, i pasuri e shtyp, zemra pa mëshirë, veç fitim po lyp. Por qka do t'i thuash Zotit në adi, kur para ti të dalesh pa pasur drit. Lëre këtë aram, ktheu te vërteta, me pak dhe me halal zbukurohet jeta. O besimtar, ndalu e mendo, rrugën e gabuar ti mos e kërko. Kamata shkel është e rësir, largohu prej saj për një jetë më të mirë. Allahu e ndaloj, Kurani na tregon, kush hakamat veten e shkatëron. Jep sadaka me zemër, ndihmo vëllain tën, mos e lidh me zinxhir, mos e lë pa mend. Rruga e Islamit është drejtësi, larg kamatës pa fe, plot me ligësi. O Zot na uzo në rrugën e ndritur, nga haramizi bëna të vitur. O besimtar, ndalu e mendo, rrugën e gabuar ti mos e kërko. Kamata shkel është e rësir, largohu prej saj për një jetë më të mirë. Allahu e ndaloj, Kurani na tregon, kush hakamat veten e shkatëron. Sur Al-Baqara, për kthimin në Shqip. Ajeti 275. Ata që e han kamatën nuk ngrihen nga varet dryshe, vetëm se si ngrihet ai që djalli ka çmendur me prekjen e vet kët. Sepse thoshin, edhe tregtia është njësoj si kamata, por Allahu e ka lejuar tregtin, ndërsa kamatën e ka ndaluar.